Are we called to judge one another? And the answer to that question is no, we are not. Now, some time ago, earlier in our study of this same book, the book of Romans, in chapter 2, I made that same statement. And I received much correspondence from people who disagreed. A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigjja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët, gjatë studimit të njëjtit libër, libri të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë. Dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë. Nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnin për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup, nga këndvështrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndis, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do ta njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt, por gjykimi nuk është për tani. Does not the scripture command us that we should judge all things? Yes. But that is for our behavior. Evaluating things, knowing what is right and wrong for our behavior, what we do and what we do not do. It is not for the purpose of condemning one another. See, we need to pay attention to the biblical words. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: a nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat? Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që të vlerësojmë gjërat, të dimë se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë. Nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino. Jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga kurrjedh dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroj fort kësaj. Por ne jemi thirrur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrijë në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që të japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë. Sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndis. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndis. That they might receive the truth and be welcome into the kingdom of God. Well, with that said, take out your Bible and look with me to the book of Romans and chapter 14. The book of Romans and chapter 14. Now, there are two issues that Paul is going to deal with. And these are not... Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Këtu Pali trajton dy çështje. Këto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në Diatën e Vjetër, ato që bota e quan kosher. Më saktësisht termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me një çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është, a është e lejueshme që të ham mish ose tani bazuar mbi besimin ton? A është i ndaluar mishi?
Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblës për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë të caktuara. Dhe konteksti nuk ka të bëjë me shabatin, pra me të shtunën apo me festivalet. Por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë të caktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblës, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, janë dhënë disa ditë dhe disa data, të cilat njerëzit mund të përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, i japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? Differently, put more an emphasis. Is this permissible? Should we argue and judge and condemn one another over these things? Well, let's see what the Word of God clearly reveals. Romans chapter 14 and verse 1. E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndisë. Romakëve kapitulli 14 vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu. Por atë që është i dobët me besimin. Çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot, pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa i qortuar për mendimet, pra për idetë që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e 2. Ndërtimi i fjalisë në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë, dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që frutat dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndisë. Pra, këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë, ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra, që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe Pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thot më pas. Le të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thot të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas Palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik. Por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i saktë. Por gjithsesi, Pali thotë që t'i pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Now at this age to eat meat. And Paul would agree with this view that it is permissible. But notice what he says. Look on now to verse 3. The one who eats. So the one who eats meat, he says, the one that does not eat, let him not, and it's in the form of a command, let him not despise. Very important. There's a dispute. There is an argument. Both groups are basing their view upon Scripture. But one's interpretation, based upon Paul, is not correct. They have a biblical rationale, but it's not the conclusion that is correct. But nevertheless, Paul says, receive this one and do not despise him. Keep reading the second part of verse 3. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e 2 të vargu 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënojë atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njeri që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimin në të cilën duhet arrijmë është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz.
sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim, por ndodh që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia i ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Ktu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thotë: "Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbyesin e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmbë. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndvështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Përlëvdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë. Që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar, por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmbë. Meaning this, God is going to establish him. And God, and I can speak from a personal standpoint, I'm sure in the past that I have been wrong and was weak in the faith, but God grows me. And I can say today, being stronger in the faith, there's still things that I need to learn, a lot of them. And therefore God is still working. Praise him that good work that he's began in you and me, he's going to complete, but it has not been completed now. We're still growing and maturing. In other words, you and I are both learning. And it is healthy to rightly understand this truth. There's a lot more that you and I need to learn. But God is going to make us to stand. Verse 5. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ha mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja: a është e lejueshme që të pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara të vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndisë? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thot shkrimi më pas? Gjithse cili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjjes së gjithë secilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thotë, po unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj. E përsëris, ashtu siç do ta trajtonim Kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me Shabatin dhe me festivalet e tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit, por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ham mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Now, this is a matter what we would call today a matter of conscience. If I am led based upon my own conscience
that this day is different. This happened based upon the scripture, therefore I want to treat it in a special way. And someone else says, well, I treat every day the same. And again, just like we weren't dealing with kashrut, we're not dealing here necessarily with Shabbat and the biblical festivals, those appointed days that belong to the Lord. We're dealing with tradition. These views concerning was it permissible to eat meat and is it appropriate to set certain days differently, observe them differently than some days. And we have here, look again, it says in the 6th verse. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund ta kuptojmë si ai që vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha, për Zotin ha, dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ham mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do ta nderojë Perëndin dhe do të jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre, qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjëja e duhur për të bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet të lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarëve. The same thing. It is because of their faith, whether it be strong or weak, but because of faith, they behave a certain way. And in the end, what is their objective? Something's good. They are giving thanks to God. Therefore, we want to uphold that. That is the appropriate thing to do, to give thanks to God. So even though there's a dispute, don't let such disputes cause division in the body of believers. Now, notice what else he says. Look now to verse 7. Now, I underline Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq i shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindur. Ai deshi njerëzit. Ai ishte shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet të jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia e ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I ofrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtet shumë themelore. Is given to who? Offered up to God. We're called to live sacrificially our life, and whether we die for our faith, and we live based upon our faith. That's what he's saying here. A very foundational truth. Look now to verse 8. Tani le të shohim vargun 8. Sepse edhe nëse rojmë për Zotin, dhe nëse vdesim për Zotin. Shumë e vërtet. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiq në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: pra edhe po të rojmë ose të vdesim, të Zotit jemi. Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë. Dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. In the middle of verse 8 where it says, therefore, if also we live,
if also we die, here's the key. Of the Lord's we are. We belong to the Lord, dead or alive. And this speaks about this eternal hope that we have. Verse 9. Tani le të kalojmë në vargu 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin për këtë, çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndis. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti i të gjitha gjërave. Përfshir këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nënshtruar ndaj Tij. Këtë kërkon të na theksojë në këtë varg. Le të shohim sërish vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. The mindset that we should have is this, that He is Lord and that He rules over us, meaning every decision is not a personal one, but based upon what would be pleasing and correct to Him. And again, the Lord is the Lord of all things, including our conscience. So we should be always in subjection to Him. That's what He says in this verse. Look again, verse 9. For to this Messiah also died and rose, and He lived, in order that also the dead and the living He should lord over. Verse 10. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vëlla besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose pse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, ireakha, kamokha. Ne duhet të duam të afërmin ton por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta. Por ne nuk kemi dashakeqësi ndaj tyre. And if those individuals that disagree with God, despise us, have contempt, want to judge us, condemn us, that's their business. But we don't have malice against them. He also says, keep reading, look at the second part of verse 11. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, të gjitha këto çështje të ndërgjegjes, në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamje të tilla, sjellje të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marr shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thashë më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. I'm going to be blessed. There's going to be rewards for that. But who determines that? Not you, not me. It is God. It is Messiah. So there is a day of accounting. We'll see that in a moment. A day of rendering judgment. But who does that? Just like I said earlier,
It is the judgment seat that belongs to Messiah. Verse 11. For Vargu it has 11. been written, Sepse është shkruar, roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë. Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje, dhe çdo gjuhë do të lavdërojë Perëndinë. Pra çdo njeri do të bëjë një rrëfim dhe ne do të deklarojmë, jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo: kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala e Perëndis na thotë se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hynore të Mesias. To God. And why is that important? Because it speaks about the divinity of Messiah. Last verse, verse 12. Therefore, each of us, concerning himself, very important. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj, që secili prej nesh, çdo besimtar, do të jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme, që secili prej nesh do të jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë. Bazuar mbi Ungjillin, ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kaloj përjetësinë. Kur ju e pranoni Ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndis. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhenj në mbretërinë e Perëndis, siç na mësohet te Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias, dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë, dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij. We receive crowns which we give to Messiah. And these crowns represent what Messiah did, what he meant to us in this age, and we should want to demonstrate a great love and commitment for him.